الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. Fillimisht falenderojmë të madhin Allah, krijuesin e tokës dhe të qiellit dhe gjithë çka ka ndërmjet atyre. Vetëm atë adhurojmë, vetëm prej atij ndihmë kërkojmë dhe vetëm atij mbështetem. Atë që Allahu e udhëzon në të drejtën dhe të vërtetën, s'ka kush që e lajfit. Kurse ai që e ka humbur rrugën e drejtë dhe të vërtetë, s'ka kush pos Allahut që e ofron dhe e mëshiron. Përshëndetjet më të përzemërta, më të sinqerta, ja dërguemi njeriut më të dashur të Allahu xhaleshanu, vulës së të gjithë pejgamberisë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të cilin Allahu e dërgoi paqë dhe mëshirë për të gjithë njerëzimin, për të gjithë botën. Zoti i falë të i mëshiro familjen e pasë profetike, ashabët e neshëm, shokët e pejgamberit a.s. Zoti na falë dhe na udhëzoft të gjithë neve ummetin e Muhammedit a.s. të ndjekim dhe mundohemi të ndjekim rrugën dhe traditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të ndershëm vëllezër, qysh në fillim do t'ju kujtoj dhe kum parasysh se jeni më të lodh tash për shkak se ka kaluar një kohë e gjatë dhe realisht të them, të drejtën nuk ka diçka çka të fol, çka nuk e folën parafolësit. Andaj në këtë rast shfrytëzoj rastin të përshëndes parafolësit dhe t'i falenderoj për fjalët e këshillat e ëndra, falenderoj imamin e nderuar të kësaj xhamie Miftar Efendit, falenderoj të gjithë kolegët të cilët kanë durim të na dëgjojnë dhe të jenë të kujdesshëm ndaj kësaj që ne folim. Ju falenderoj të gjithë juve që jeni prezent dhe për hir të Allahut, vetëm se për hir të Allahut jeni mbledhur këtu sot edhe ndëgjoni për të fituar shpërblimin dhe kënaqësinë e Allahut xhaleshanu. Të ndershëm vëllezër, unë nuk do të ndalem në pika do me thonë çka i folën parafolësit, por vetëm se do të nalemi për të përjetuar disa momente emocionale të gjithë kësaj çka i folën të dy vëllezër. Fillimisht, në qoftë se folim për Isran dhe Miraj, dhe nuk e ndajmë brengën dhe hallin e muslimanëve dhe të vetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në atë kohë që ndodhi Israja dhe Miraji, atëherë kemi bërë një lëshim shumë të madh. Jemi privuar nga diçka, jemi provuar nga diçka që është shumë me rëndësi për ne dhe shumë e dobishme për ne. Të ndershëm vëllezër, Israja dhe Miraji ndodh pikërisht në mesin e profecisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Profecia e pejgamberit alayhis salam ka zgjat 23 vite. Dhe ja, sikur i madhi Allah don me i thon Muhammedit sallallahu alaihi wasallam: o i dërguari im, unë e shoh dhe jam mbikëqyrës i gjithë asaj çka ndodh. I shoh edhe vujtjet dhe mundimet, torturat e besimtarit. Andaj unë do t'jap një dhuratë. Unë do t'jap një dhuratë madhështore për atë çka ka ndodhur dhe për atë çka do të vinë kurajo, për çka do të ndodhë edhe për vitet në të ardhmen. Të ndershëm vëllezër, në qoftë se i hedhim një shikim shumë të shkurtër dhe të shohim gjendja e besimtarëve se si ishte para Isras dhe Mirajit, vërtet ka shumë emocione. Do të ndajmë shumë emocione për shkak se ky ishte koha dhe periudha që vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me shokët e vet torturoheshin, lodheshin, mundoheshin për hir të së drejtës dhe të vërtetës. Andaj, i nderuari vëlla, dije se ky islam që sot ne e shijojmë mirësitë e këtij dini të Allah, nuk ka ardhur rastisht. Nuk ka ardhur rastisht te komët e jona, por dikush u mundu, dikush sakrifikoi, dikush luftoi për këtë din dhe për këtë fetë Allahu xhaleshanu. Andaj, periudha para se të ndodhë Israja dhe Miraji, të ndershëm vëllezër, është e mbushur me plot dëmshmëri.
besimtarët e Allahut i kaluan 3 vite të bojkot. Por hir të Allahut, do me thonë i kaluan 3 vite u bojkotuan pi mushrikëve Mekas, që të hekin dur pi besimit të atyre. Besimtarët kaluan momente të rana bashkë me pejgamberin alayhis salatu wassalam. S'kishën çka të hajnë, s'kishën çka të pinë. Do me thonë, u vështirësu jeta atyre, u detiron të hanë edhe lëvore të drujve, edhe gjethe të drujve, edhe rranjë të drujve, por çka? Duro. Në qoftë e shohim kur nodhi Israja dhe Mirazhi të ndershëm vëllezër, nodhi pas një periudhe të gjatë, 10 vite apo 12 vite, ndodhi pas një periudhe të gjatë që u sprovun besimtarë dhe e dëshmun imonin dhe besimin. Atëherë erdhi ndihma e Allahu xhaleshanu. Atëherë erdhi dhurata pi anës Allahu xhaleshanu. Ama doshte të kalojnë 10 vite pejgamberi Allahut, të lodhet dhe të mërzitet. Dhe duheshte bashkë me besimtarët e qire dhe ata të tregon të durushëm dhe durimtar, pjesar. Pastaj bojkoti sa zgjati? Zgjati 3 vite. Dhe mas 3 viteve do me thonë e hëngër krimbi qatë shkresën që i kishën shkrujt ata, se si do të mundohen muslimanët. Ama si mas 3 viteve, jo mas 3 ditve, as 3 mujve, mas 3 viteve. 3 vite durohën besimtarët. Çka do të thëmë të nërshëm vëllezër? Do të me qenë të durushëm për të erdhur mirësia Allahu xhaleshanu. Do të lodhemi dhe të mundohemi atëherë ta presim ndihmën dhe mëshirën e Allahu xhaleshanu. Ndodhi Israja dhe Mirazhi. Në këtë moment pejgamberi Allahut prej mesxhidul, do me thonë pi mesxhidul Haramit pi Mekë, shkon në mesxhidul Aqsa. E folën para folësit do me thonë se ajo nuk do të ndalen. Çka na tregon i madhi Allah për të qera të neshëm vëllezër? Na tregon se sa është e shtrenjtë mesxhidul Aqsaja për ne si besimtarë. Çfarë vlerë dhe çfarë peshe ka mesxhidul Aqsaja? Tregon një lidhshmëri ndërmjet Çaves dhe mesxhidul Aqsas. Andaj të nërshëm vëllezër, është breng dhe hall, duhet të jetë breng dhe hall i çdo njerit musliman, çështja e mesxhidul Aqsas. Dhe ky ajet i Kuranit famëlar, dhe kjo ndodhi sikur pikërisht na kujton, o besimtar, në çfarë gjendje është mesxhidul Aqsa. A dini vlerën e asaj? E kështu me radhë. Pastaj çështja që pejgamberi Allahu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të bëhet imam i të gjithë pejgamberëve. Çka na tregon të neshëm? Na tregon se misioni i të gjithë pejgamberëve të Allahut ishte i njëjtë. Të gjithë pejgamberët e Allahut prej te Ademi alayhis salam deri te Muhamedi alayhis salam kishin një mision. Çka? Të adhurohet Allahu, të lartësohet Allahu. Dhe ja pikërisht tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të dalë imam i të gjithë pejgamberëve. Dhe me këtë kuptojmë ne se misioni dhe rruga në të cilën thirrën pejgamberët e Allahut është pikërisht rruga në të cilën na thirr Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo do të thotë se Kurani është libër i Allahu xhaleshanu, është mucize dhe mrekulli që brenda atij përfshi të gjithë shpalljet e pejgamberëve të mëparshëm, të gjitha ndodhit e pejgamberëve të mëparshëm. Dhe në këtë formë të ndershëm vëllezër, pas kësaj çka në përpara se të ngrihet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në 7 katëqiell, mbi 7 katëqiell, çka në do me thonë Xhibrili i ofron 2 erë. Në njërën erë kishte verë, kurse në enën tjetër kishte qumësht. Dhe i thot pejgamberit alayhis salam kur dhurat zgjidhet cilën të dush. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e zgjedh enën e cila ishte e mbushur me qumësht. I tha Xhibrili alayhis salam, e zgjodhe fitren, e zgjodhe atë çka është e natyrshme. Qumshti është diçka natyrale, e pastër, qumësht. Kurse vera është diçka artificiale. Është diçka e fut me dorë njeriu dhe e përpunuar, s'është natyrale. Andaj edhe ummeti do me thonë do ta ndjekin atë çka është e natyrshme dhe çka është fitre. Pas këtij momenti të ndershëm vëllezër, pejgamberi Allahu xhaleshanu bashkë me Xhibrilin do të gjiten në 7 katëqiell. Në qiellin e parë do ta shoh pejgamberi alayhis salatu wassalam Ademin alayhis. Dhe në atë moment
kur do të shikojmë, kur do të shoh Ademi a.s. në anën e gjatë, do të qeshet, do të kënaqet. Kur do të shoh në anën e majshtë të atij, atëherë do të çajmë, do të pikëllohet. Atëherë do të pyes Muhamedi a.s. Xhibrilin, çka në? Pse do me thonë kur kthehet në anën e gjatë qeshet dhe në të mashtën çajmë? Për shkak se tha, kur kthehet në anën e gjatë, atëherë i shef bijtë e vet që do të jenë në xhenet. I shef xhenetlit që janë shumë. Andaj edhe qeshet, gëzohet. Kur shikon në anën e majt, i shef xhenemlit, i shef bijtë e vet të cilët do të jenë në zjarr. Andaj edhe çfarë? I nderumi vëlla, bën një pyetje vetes në këtë moment. Dhe merre ndajë si brim dhe hall dhe thu, vaj, a jem në anën e gjatë? Dhe do të gëzohet Ademi a.s. dhe do të qeshet, apo je në anën e mësht që do të çajmë Ademi a.s. Pastaj do të ngjitet pejgamberi a.s. në qiellin e dytë, ku do ta takojnë Isën a.s. dhe do ta takojnë Jahjen a.s. të cilët kanë qenë bezak. Pastaj do të ngjitet në qiellin e tretë, do të takojnë Jusufin a.s. dhe tha pejgamberi a.s. ishte dhënë gjysma e bukurisë. Paramendojnë, sikur të ndahet bukuria në dy pjesë, njërën pjesë ta marrin gjithë krijesat dhe tjetra të metet për Jusufin a.s. Kështu ka qenë bukuria e Jusufit a.s. Pastaj thuat unë ngjita në qiellin e katërt, takova Idrisin, pastaj në qiellin e pestë takon Harunin a.s. vllain e Musës a.s. Pastaj ngjitet në qiellin e gjashtë ku takon Musën a.s. dhe me të largu pejgamberi a.s. fillon të çajë Musa. Atëherë pyet pejgamberi a.s. se çka e shtyt të çajë. Thot qa për shkak se ummeti i Muhamedit a.s. do të jetë me numër më të madh që do të hyjë në xhenet. Numri më i madh i ummetit do të jetë që do të hyjë në xhenet, numri i ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj Musa a.s. çajti për këtë gjë, pse mos jetë ummeti i atij atë. Pastaj në qiellin e shtatë do ta takojnë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ibrahimin a.s. i cili ka qenë mbështet në Beitul Ma'mur. Çka është Beitul Ma'mur? Beitul Ma'mur të neshëm vezët është si qabja Meka, çka është, do me thonë, për një njerëzit e shirë, për me lek të Allahut është Beitul Ma'mur. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na transmetohet se 70.000 melek hynë dhe bojnë zjaret Beitul Ma'mur. Dhe nuk këthejnë, 70.000 melek çdo ditë të ndershëm vëllezër. Hynë e adhurojnë Allahun xhaleshanu dhe nuk vinë më në nesi 70.000 të qiell. Para mendoni sa është i madh numri i melekëve të Allahu xhaleshanu. Në një hadith tjetër qysh ka pejgamberi alayhis salam, është rënduar qielli. E si të mos rëndohet kur nuk ka 3 gishta vend, e mos jetë një melek i Allahut në ruku apo në sejdë apo në qiyam, çka adhuron Allahu xhaleshanu. Dhe kur do ndodh kiameti, në ditën e kiametit, do të thonë, o Allah, i lartësu qosh, i patëm jetë aje, nuk të kemi adhuru ashtu si që të takon ty. Nuk të kemi taku ashtu si që të takon ty. Pas kësaj të ndeshën vëllezër, pejgamberi alayhis salatu wasalam do t'i afrohet bashkë me Xhibrilin deri në Sidratul Muntaha. Do me thonë pema përfundimtare, ku s'ka kalu më atë as gjin, as melek e mos folim njeri. Do ta ketë rastin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të kalojnë për ti saj, kurse Xhibrili do të thotë nuk kom yzën, nuk kom leje pit madhit Allah të kaloj. Sikur të kalojnë një qyme ma të që do të digjemi të. Do ta ketë kinder pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kiç që thon e dëshmon Allahu xhaleshanu në Kur'anin familar në surën Najm, wa laqad ra'ahu نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Do me thonë në Sidratul Muntaha na tregon i madhi Allah krahas të gjithë asaj çka pa pejgamberi alayhis salatu wasalam në 7 qiell, do ta shoh edhe Xhibrilin në formën e vetë origjinale. Dhe thot pejgamberi alayhis salam i kishte 600 fleje, 600 krah Xhibrili alayhis salam. Për shkak se kitë dëshmon edhe Allahu,
po ai ka pa edhe një herë tjetër në sipër të mund të ha. Pas gjithë kësaj të neshëm vëllezër, pejgamberi Allahu xhaleshanu do të afrohet me Allahun xhaleshanu dhe do të folë direkt pa ndërmjetësis dhe i madhi Allah do të na bën neve obligim dhe fars detyrë të domosdoshme namaz. Kjo është dhurata e Miraxhit të ndershëm vëllezër. Është dhurata e Miraxhit. Andaj kur do të kthehet pejgamberi Allahu xhaleshanu dhe do të vahap këtë myshdhe të gjithë besimtarëve që është myshdhe për të gjithë umetin, për të gjithë krijesat deri në ditën e gjykimit. Po pyetja që parashtrohet është e vallë, a jemi të gatshëm ta pranojmë këtë dhuratë të Allahut apo jo? A jemi të gatshëm ta pranojmë apo e përbuzim? Sa ja dim vlerën kësaj dhurate? Sa e shijojmë kënaqësinë e namazit? Çka është namazi për ne? Të gjithë obligimet u bën derisa pejgamberi sa më shpëtoi. Kurse i vetmi obligim që bëhet në qiell të ndershëm vëllezër dhe direkt për janës Allahut është namazi. Për të na zgjuar mendet e jona dhe për të na thonë, o besimtar, ju jeni duke lëshuar diçka shumë me pesh, shumë madhështore. Çfarë dobije ka të jetosh në këtë botë e mos lidhesh, mos jesh i lidhur me krijuesin tënd. E si do të lidhesh në qoftë se s'fal namaz? Në qoftë se nuk merr tekbir, Allahu Ekber, dhe të thosh Allahu është më i madh. Çfarë vlere ka jeta jote? Asnjë farë vlere. Asnjë farë dobije s'ka. Andaj i nderumi vëlla, Allahu xhaleshanu në surën Dhariyat, ajeti 56 në këtë formë. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dhe Allah thotë, unë nuk e krijova gjinët dhe njerëzit për diçka tjetër, por post që të më adhurojnë. E në qoftë se adhuron Allahun, atëherë nuk i shërben qëllimit tonë. Nuk i shërben qëllimit për të cilën të ka kriju i madhi Allah. Ta njeh atë, ta adhurosh atë dhe punët dhe veprat të cilat i bën, të jesh i vetëdijshëm se ti mbikëqyr i madhi Allah. Nuk na lejon më tepër koha për të zgjeruar dhe unë nuk dëshirë të lodh të neshëm vëllezër, po e gjithë shkë që kanë gjuhë, le të jetë një moment i cili do të na shtojë bindjen dhe imanin në Allahun xhaleshanu. Le të jetë një moment i cili na bën të ndihemi më afër rahmetit dhe mëshirës së Allahut xhaleshanu dhe mos të harrojmë dhuratën e Miraxhit, të cilën e solli pejgamberi sa namazin, ta kryjmë namazin të ndeshëm vëllezër, për shkak se nëse vënojmë re sa kujdesemi për jetën. I bëjmë gjithë punët tamam. Kjo do të bëhet, ajo do të bëhet, kurse nuk kemi po ta njehim të madhin Allah. A është e drejtë kjo? A është e arsyeshme kjo? Për çdo gjë gjen koha e kur vjen në pyetje ti lidhesh të madhit Allah, kontaktosh direkt me të madhin Allah, atëherë s'ke kohë. Kjo është fatkeqësi në të vërtetë. Dhe ajo çka desh ta thon kur e kishën fjalën të 7 kat qiell të njerëzve vëllezër. A keni parasysh se sa është madhësia e qiellit? Këtë nuk mund të adim saktësisht për kush e mos të madhit Allah. Por, vetëm se du të kërkes se kërshimi neje, krijesat njerëzore që ja kthejmë urdhin Allah, nuk i përgjigjemi urdhave të madhit Allah. Para me ndëje kushimi, ka thonë i madhi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, qielli i parë, në krahasim me qiellin e dytë, është si një unaz në shkërti. Qielli i dytë, në krahasim me qiellin e tretë, është si një unaz në shkërti. I 4 me të 5 njët, i 5 me të 6 njët, e kështu me ra. Unaz në shkretin. Kurse arshi i Allahut, fronti i Allahut, në krahasim me qiellin e 7, si një unaz në shkretin. E kushimi ne jetë, a paramendon sa të vogël jemi në tokë që jetojmë ne, çka është toka në krahasim me sistemin diellor, është një pikë në oqean. Kurse galaktika e qetë në krahasim me këtë galaktikë është si një pikë në oqean. Kështu është madhëria Allahu xhaleshanu të ndeshëm vëllezër. Për fund do ta kisha përmend vetëm se një thonje të Ibn Qayyim, i cili ka thënë: o njeri me vullnet të dobët, a nuk e din se kjo rruga e Islamit, dini Allah, është rruga në të cilën Nuhi a.s. u thin 950 vite thirrri në këtë rrugë, në këtë din. A nuk e din se kjo rrugë është rruga në të cilën u therr Yahya a.s. A nuk e di se kjo rrugë është rruga në të cilën u sharru me sharr Zekeriaja a.s. A nuk e di se kjo rrugë
Islami, dini Allahut, është rruga në të cilën u mundu, u torturu pejgamberi Allahut. E ti don Islam të kollajshëm, të të vinë ke kama, nuk do të bësh kur gjo për dinin e Allahut. Edhe ma e pak ta qka të kërkojt, atëre gjithë se vjetin dhe arsyet. Të neshën dheze. Allahu na mëshiraf të gjithëve, na uzaf të gjithëve, dhe na bëf për atyre besimtarëve të cilët janë të sinqert në besimin e atyre ndaj Allahut, janë të bindë në profecinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe prej këtyre rasteve që ne mlidhemi përfitojmë dhe ndihmë kënaqësinë dhe afërsinë e të madhe me Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil